Mirëmbrëma Gjakov. Edhe një herë ju lutem. Mirëmbrëma Gjakov. Të dashur qytetarë të Gjakovës. Mirëmbrëma dhe një herë dhe mirë se keni ardhur në tubimin e madh të balotazhit. Në Gjakovën e Kuqe dhe Krenare jemi të bashkuar si kur më parë për të ardhmen tonë. Sonte, na nderon me praninë e tij kryeministri i Kosovës, zotëri Albin Kurti. Që me punë e ndërshmëri dëshmon se Kosova mund të zhvillohet drejt mirëqenies dhe drejtësisë. E deri kësaj nate është kandidati im për kryetar, profesor Ardian Gola. Njeri i dijes, vizionit dhe dashurisë për shtetin tonë. Ai përfaqëson Gjakovën që punon, mendon dhe beson në zhvillim, barazi e dinjitet për gjithë ne. Këtë diel, le të tregojmë se Gjakova është zemra e ndryshimit dhe krenaria e Kosovës. Jemi bashkë për Gjakovën që zgjedh profesor Ardian Golën kryetar. E tani, pa humbur shumë kohë, ftoj për të fjalën e tij kryeministrin e Kosovës, zotëri Albin Kurti. Të dashur qytetarë të Gjakovës, mirë se e gjejmë njëri tjetrin në këtë tubim madhështor, kur në ndajnë vetëm 3 ditë nga balotazhi i cili duhet të nxjerrë e do të nxjerrë kryetar Gjakovës, profesor Ardian Golën. Me Ardianin kemi bashkëpunuar për lëvizje, për kuvend, për qeverisje. Ardiani e njeh shumë mirë edhe Gjakovën, edhe Kosovën, edhe mbar kombin shqiptar. E ja don të mirën e veç se të mirën. Edhe Gjakovës, edhe Kosovës, edhe mbar kombin shqiptar. Prandaj ajo është për zgjedhja jonë e duhet të jetë zgjedhja juaj dhe fitoria e Gjakovës të dielën e 9 nëntorit. E qeverisja jonë qendrore në mbledhjen e 273 e ka miratuar buxhetin për vitin 2026 që si projekt legj e kena dërguar në Kuvend të Republikës. Të nderuar pjesëmarrës të tubimit, nga dueti Abdullah Hoti, Hikmete Bajrami në vitin 2021 e kena gjetë një buxhet të shtetit
7.4 miliard euro e unë dhe Hekuran Murati për vitin 2026 kemi buxhet për shtetin të planifikuar në hollësi, por në madhësim prej 4 miliard euro. Pra, për 5 vjet buxheti është rrit për 2/3. Në vitin 2021, bruto produkti vendor ka qenë 7 miliard euro. Vitin e ardhshëm, bruto produkti vendor i Kosovës do të jetë 12 miliard euro. Rritje mbi 71%. Hyrat e planifikuara buxhetore për vitin 2021 nga qeveria paraprake ishin vetëm 1.89 miliard euro. Vitin e ardhshëm do të jenë 3.64 miliard euro, pra gati 2 fishit hyrave buxhetore të para 5 vjetëve. E pra, një qeveri matet me atë se çfarë i bën ekonomisë vendit. A e rrit apo nuk e rrit? A e ngrit apo e zhvot? Qeveria jon e ka bërë rritjen dhe ngritjen e ekonomisë të vendit ton si askush asnjëherë përpara. Mbi 80% është rrit qarkullimi i bizneseve në sektorin privat për 5 vjet. Por një qeveri matet edhe me atë se çfarë i bën territorit dhe kufive. Shtëpia është e sigurt aq sa është e sigurt pragu i shtëpisë. E pragu i shtëpisë është i sigurt aq sa është oborri i shtëpisë. E oborri i shtëpisë është i sigurt aq sa është gardhi i oborrit. E në këtë kuptim, territori i Kosovës kur nuk ka qenë më i sigurt për shkak se policia e Kosovës, forca e sigurisë Kosovës, agjencia e Kosovës për inteligjencë dhe të gjitha organet e shtetit cep më cep ruajnë paqe dhe siguri dhe mirëmbajnë integritet territorial dhe suverenitet shtetëror. Pra, tokën se japim, tokën e mbrojmë, ekonominë e rrisim edhe Kosovën tonë dashun e lartësojmë. Kjo është qeverisja jonë. Por nuk mjafton veç me u rrit ekonomia e shtetit. Ekonominë e shtetit ne e kemi shpërnda për shoqëri. Dhe kjo është e dukshme, e prekshme edhe në këtë buxhetin për vitin e ardhshëm. Konkretisht, pensionet që i kemi 120 euro bazik dhe në moshën, pej moshës 65 vjeqare, do të bën 150 euro, për rreth 200.000 pension marrës, e mos harroni që në 2021 pensionin bazik të moshës e kena gjetë 90 euro, e kena bon 100 euro, e kena bon 120 euro, dhe e bom 150 euro, me që rast pensionistët për 4 vjetë 5 herë kanë marrë mbështetjet e një hershme për 100 eurove, që do të thotë që 5 herë e kanë marrë pensionin e 13. E të gjithë punëtorët në sektorin publik do të marrin pagën e 13 kur punojnë 12 muaj me ligjin e buxhetit 2026. Por jo vetëm kaq. Për të gjithë ata që e kanë përvojën e punës deri në 15 vjet, ju e dini që rritja vjetore e pagës ka qenë çerek përqindje, 0.25%. Dhe vetëm për ata që i kanë pas ma shumë se 15 vjetë përvoj pune, bëhet gjysmë përqindje, 0.5%. E tash, me ligjin e rritë buxhetit, do ta kemi 2 fishim të asaj çerek përqindje, 0.5%, edhe për ata që i kanë ma pak se 15 vjetë përvoj pune, do të ketë rritje të pagës së tyre. Përveç 3 herë rritjet pensioneve, kemi edhe 2 herë rritjet shtesave për fëmijë.
Përveç që i kemi sjell shtesat për fëmijë, kush i ka deri në 2 fëmijë ka pas 20 euro. Shtesat muj tash janë 30 euro, pra rritje 50%. Kush i ka marrë 40 euro në muj, tash i merr 60 euro në muj. Ata që i kanë pas 3 fëmijë, shtesat nga 30 euro i bjen 90 euro në muj, rritet 50%, bëhet 135 euro. Kush i ka pas 4 fëmijë, ka 30 euro, 120 euro në muj, tash i merr 180 euro në muj. Sa ma shumë fëmijë, qaq ma shumë mbështetje financiare nga qeveria dhe shteti ynë i dashur. Subvencionet edhe grantet për fermer, për bujqe blektor, janë pa hile e sipas meritës. Pasaporta është e fuqishme dhe lëvizja e lirë e sigurt jo vetëm në zonën Schengen. Ushtria është e përgatitur, e furnizuar mirë dhe e mbron Republikën, e ju e dini që Gjakova do ta ketë fabrikën e municioneve këtu dhe ligjshmëri e rend publik anë mbon Kosovës tërkohën. Pra, dashur qytetar Gjakovës, nëse i shkondesh me përmbledh, me 4 fjalë, këtë qeverisjen tonë më shumë se 4 vjeqare, kish me qenë kështu. Ushtri edhe veri, nona edhe fëmijë. Këtu në Gjakov kemi investuar në shkolla, në ambulanca, në rrugë, projekte për ujë të pishëm dhe ngrohje me biomas. Kur jemi tek shtesat, ato janë dhënë për më shumë se 3600 nëna lehona dhe afër 18300 fëmijë, që e përmirëson mirëqenjen e komplet familjes. Pastaj po e ndërtojmë stadiumin e qytetit me investim për 9 milion euro prej qeverisë sonë, një prej stadiumeve më të mira që do t'i ketë Kosova. Në Babajt Bokës i kemi ndodhe 4500 hektar për ta zgjeruar e modernizuar bazën, e cila do t'i ketë edhe hangaret për fluturaket e Forcës Sigurisë Kosovës. Ndërkaq, projekti më i rëndësishëm edhe për Kosovën, edhe për Shqipërinë do të jetë ai i cili e lidh Kosovën me Shqipërinë, Shqipërinë me Kosovën, linja hekurudhore Prishtinë-Durrës, që e ka patjetër segmentin Gjakov-Shkodër. Dhe në këtë mënyrë ta shtojmë tregtinë, ta rrisim qarkullimin e bashkëpunimin për prosperitet të gjithë mbarshëm kombëtar. E me ardhja ngolën këtu në Gjakov fillon një kapitull i ri. I kemi gati planet për veprat që do ta ndryshojnë qytetin. Gjakova do të jetë qendra e industrisë së re. Këtu do të prodhohen dronët ushtarak dhe civil, teknologji e lartë, punësim me vlerë, aftësi të reja, kthimi i industrisë në qytet, sepse aty ku ka industri, aty ka prodhim, e aty ku ka prodhim, ka paga të mira. Ka të ardhme për rinin, ka punë këtu pranë familjes, këtu në Gjakovën tuaj jeton që është zemra e shqiptarisë. Do të ndërtojmë parkun multifunksional olimpik, fusha moderne, palestra, terene olimpike, hapësira për fëmijë, për vajza e për djem, për klube sportive, për talentet të cilët
sot stërviten pa mjetet, pa pajisjet që i meritojnë, por edhe për tifozerin dhe sportdashësit e mrekullueshëm që i kemi e i keni. Gjakova bëhet adresa e sportit dhe e garës, qytet që rrit kampion, që ngrit vetbesimin që frymëzon për jetë e të gjithë neve. Mirëqenia sociale dhe mbështetja për familjet do t'jetë konkrete. Banesa për çiftet e reja, paketa baby box për gjithë porsalindurit, shtesa për lehonat dhe çiftet e reja, nuk është kollaj prej sallës dikush me bërtite me mrimin e gjuhën. Pastaj pa harruar asnjëherë edhe më të moshuarit përkatësisht shërbimet geriatrike të specializuara për pensionistët. Me Muzeun e Luftës, Muzeun e Fotografisë, Teatrin e Ri dhe festivalet ndërkombëtare do të ruajmë e promovojmë trashëgiminë kulturore dhe gjallërojmë shpirtin kulturor. Kopshtet e reja, sistemi kibernetik në shkolla, pastaj kabinetet të cilet do t'jenë të pajisura me pajisjet moderne, tabelat pra të mençura për secilën klasë digjitale, trajnimi i mësimdhënësve dhe bibliotekat e pasura me libra bashkohor e atraktiv për nxënësit dhe mjete të reja pune për mësimdhënësit, për mësim të avancuar e të motivuar në mënyrë që shkollat të mos jenë vetëm godina ku e kalojnë kohën nxënësit e mësimdhënësit, por të jenë institucione të dijes që ngjallin autoritet dhe japin shpresë për ngritje intelektuale e karriera profesionale për trit e trejat e Gjakovës. E prandaj, të dashur qytetar, të nderuar pjesëmarrës, Ardian Gola është dia, integriteti dhe vizioni që i duhet Gjakovës. Është profesor, njeri i punës e i fjalës, që e njeh historinë e kulturën dhe e ndjen përgjegjësinë për të ardhmen. Me Ardian Golën, Gjakova fiton kryetar që bashkëpunon me qeverinë për zhvillim e jo që i bën asaj opozit për interesa partijake. Ai është njeriu që e kupton se zhvillimi nuk është veç asfalt e beton, por jetë më e mirë për qytetarin. Puna e kryetarit do të matet me mirëqenien e qytetarit. Andaj, Ardian Gola është kryetari që gjithë ne e kemi pritur këtu në Gjakovë. Ardian Gola është Ardiani që i duhet Gjakovës, Ardianin të cilin pra të gjithë ne e mirëpresim me zemër për ta zëvendësuar atë të vjetrin. Të dashur pjesëmarrës të këtij tubimit, nderuar pranishëm, Gjakova e rezistencës dhe e qëndresës, e kulturës edhe e dijes, e zhvillimit edhe e përparimit, duhet të refuzoj këtë qeverisjen e akës. Duhet të refuzoj këtë qeverisjen e akës.
Jo për inat të AK-s, po për hir të Gjakovës. Shumë kohë është humbur. Shumë kohë është humbur, shumë mundësi janë tretur. Të dielën e 9 nëntorit vendoset për 4 vitet e ardhshme. Dhe unë jam i bindur që njëra zgjedhje është zgjidhje. Ardian Gola. Ai Ardiani që i ka ditët e numëruara, ai Ardiani tjetër, u mundua që t'i bëj opozit qeverisë, duke refuzu projekte për banim të përballueshëm për çiftet e reja, dëm për qytetarët, jo për qeverinë. Aja ka kursy buxhetin qeverisë, se në vend që me bo kërkesa, po i ka ankesa. Pra nuk i ka bë si gjo qeverisë, po i ka bo Gjakovës. A nuk ka nevoj në Gjakov për banesa për çiftet reja? A nuk ka nevoj për banim të përballueshëm e social, e kjo social i bjen për familjet që nuk e kanë të zgjidhur çështjen e banimit? Është i domosdoshëm që të bëhet ky ndryshim të dashur qytetar. E keni në dorën tuaj këtë të diel me 9 nëntor, e keni numrin e 105 edhe profesor Ardian Golën aty. Kjo është mundësia dhe garancia për 4 vjet me mirëqenie e me dinjitet. Andaj, të drejtën për të zgjedhur për të ardhmen tuaj, këtë shans unik, këtë obligim qytetar, mos e lëshoni. Mos e lëshoni këtë shans me numër 105 e me emër Ardian Golë. Pra, me datën 9 nëntor, Gjakova me Ardian Golën shënon Gola dhe a jep kartonin e kuq ati Ardianit tjetër. Tash, ju e keni po që kjo partia në pushtet, këtu, AK-ja po e shet Gjakovën si kështjel të fundit, jo si qytet të së ardhmes. Po e dini pse ka kaq shumë zhurmë këtu rreth koalicioneve, me siguri. Sepse partitë e vjetra janë bërë bashk për ta ruajtur pushtetin e jo për ta ndarë zhvillimin e prosperitetin me qytetarët për qytetarët. Pra ata po bëhen bashk nga paniku për pushtet, e jo nga pasioni për Gjakovën dhe qytetarët e saj. Një parti që rrezikon të mos e kaloj pragun në nivelin qendror, s'ka qysh me i bo hajër e dobi Gjakovës. Prandaj është e domosdoshme më në fund me këtë shans, me këtë mundësi, ta bëni hapjen e një kapitulli të ri. Ti thoni, po Ardian Golës dhe kur më ati tjetrit. Gjakova ka qenë gjithmonë qytet që i ka prirë ndryshimit. Tash është koha të prij zhvillimit. Me qeverin tonë dhe me Ardian Golën, Gjakova do të ketë projekte që nuk ndalen mes, sepse bashkëpunimi sjell rezultate. Shembulli i komunave tona tjera tregon se qeverisja e mirë funksionon. Në Gjilan e në Podojev, për shembull. Ju e shihni se si aty ku fiton kryetari i vetëvendosjes për mandatin tjetër më pastaj nuk ka nevoj të bëj fushat. Tash
ne po flasim për punët që do t'i bëj Ardian Gola. Me Ardian Golën kryetar, puna e tij do të flasë se çfarë ka bërë për qytetarët e Gjakovës. Gjakova meriton të jetë pjesë e këtij modeli të mirëqeverisjes me llogaridhënie, me transparencë, me drejtësi dhe përkushtim për çdo lagje e fshat, sepse nuk mjafton të jesh qytet i lavdis, duhet të jesh edhe qytet i së ardhmes. Qytet i lavdis, Gjakova është, duke ju falendëruar historisë së saj, qytet të së ardhmes e bën doktor Ardian Gola dhe qeveria qendrore me mua që personalisht do të angazhohem të jetësojmë një nga një dhe të gjitha me njëherë e përgjithmonë programin dhe planin e tij me projekte konkrete për komunën e Gjakovës. Koha e ndryshimit vërtet ka ardhur, le ta bëjmë Gjakovën shembull qeverisjes drejt dhe me zhvillim për gjithë, të dielën zgjidhni dijen, ndershmërinë dhe përkushtimin, zgjidhni Ardian Golën, me Ardian Golën Gjakova nuk bën kompromis a koncesion me këtë qeverisjen, por hap rrugë për zhvillim e dinjitet, bohuni bashk për numrin 105, lëvizjen vetëvendosje, partnerët tonë Guzo dhe Alternativa dhe Ardian Gola, kryetar i ri i Gjakovës së Kuqe. Kandidati ynë, Ardian Gola, është ma shumë se profesor. Ai Ardiani i tyre është ma pak se student. Prandaj, me datën 9 nëntor, këtë diel, veç 3 ditë kanë ngel. Kur shkoni të vendvotimet, nuk i keni më 2 fletë votime. E keni veç një. Në fletë votim janë 2 emra. I parin list, numër 105 është Ardian Gola. Prandaj, kur shkoni në vendvotime, shikimin lartë, te i pari aty, mos e zbrit një shikimin poshtë. Ky është numër 105, ai tjetri është numër 100 e fiu, nuk e di. Pra 105, Ardian Gola, vota juj, fitoria juj, festa e Gjakovës, vetëvendosjes dhe mbar Kosovës. Faleminderit shumë, e tash e ftoj që të vi para jush, atë që është midis jush, dhe që s'ka debat që nuk e fiton, dhe që po punon ditë e natë e ditë, që të bëhet kryetar i ri i Gjakovës. E do të bëhet kryetar i ri i Gjakovës me mbështetjen e pakursyer tonë dhe me mobilizimin për votë masive t'juaj. Faleminderit edhe një herë e ju duam fort. Nga njëherë janë disa ironi në jetë, në vend se me fitu imunitet në raport me masën, me qytetarët, me pas sa më pak emocione, sa më shumë që po paraqiten para qytetarëve, emocionet veç po vinë duke ushtu. Kështu që ju faleminderit shumë për këto përjetime që po na jepni.
Në për debatët që i zhvillonim në për televizionet nacionale dhe jo vetëm, shpeshem thonin që nuk e di a keme fitu, nuk e di me epilogun, është vështirë, është një pushtet i mirë konsolidum, por një gjë e ke bo. E ke ngrit jashtëzakonisht shumë në raport me të standardin e komunikimit politike edhe elektoral. S'pë mundet me zbit nivelin, po ju kërkoj fali, ka njerë për duhet me fali edhe për peshqi, e për pata, cofta, e të helmume në krenën tonë, po me nësi përpjekja është për me ngrit edhe kulturën politike, edhe vetdijen qytetare të cilën e meriton Gjakova. Shumë të dashur bashkëqytetar të Gjakovës, të palodhshëm aktivist, i pandashmi kryetari Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, pa të cilën integriteti dhe dinjiteti i shtetit tonë do të vazhdonte të nëpërkëmbej, i dashuri mik Agon Batusha, kryetar i qendrës së lëvizjes vetëvendosje, e dashura Mimoza Kusari Lila, partnere politike dhe shoqja e bankës së legjislaturës së 8, të cilën sapo ka kaluar bashkë. E dashur bashkëlltare dhe mike Mimoza Shala, njëkohësisht barse e listës së vetëvendosjes, shumë të nderuara ministre Nagovsi Hajdari, zëvendës ministra Gexha, Dobruna Tafarshiku, deputete shumë respektuar dhe tepër nderuar që ke ardhur sonte këtu, zonja Kullçaku, doktoresha e njoftun, e po ashtu edhe deputeti Valoni nga Malisheva, aktivist, asamblejist e kandidat për asamblej pa kontributin e të cilëve sot ne nuk do të ishim këtu dhe ju kandidat për asamblej që e keni pasuru listën tonë dhe keni dëshmu që Gjakova ka një potencial të jashtëzakonshëm profesional, por krejt çka duhet është të ndërtojmë një sistem që gradualisht ai potencial të nxjerrët në sipërfaqe. Pas luftës, Gjakova ka trashëguar një fat të mirë, super të mirë madje, gjeografik edhe historik, mirë po i ka mungu fati politik. Ndërmjet dy shteteve të një kombi të ndarë padrejtësisht për gjatë historisë, Shqipëri, Kosovë dhe jo vetëm, Gjakova e kishte farkëtu historinë e saj të lavdishme. Por që që thash, mas luftës nuk e kanë pas këtë fat mirë politik, ashtu si ku se e kishte edhe fatën e mirë gjeografik e historik. Por, të kesh fat gjeografik e historik, dhe thot të kesh potenciale jashtëzakonisht mëdha. Por, të mos kesh fatin politik, jo i ngjason sukur një fëmije që ka talente të trashëguara, ka talente të dhëna, mirë po në mungesë të një mësuesi të mirë, talenti zbehet, zhduket dhe nuk mund të konkretizohet. Kështu ka ndodhur edhe me Gjakovën, e cila me këtë potencialet të pashfryzuara të saj, për shkak të mungesës së fatit saj politik, është udhëhequr nga njerëz pa vizion e pa koncept, shkurt pamës për Gjakovën, ama fort larg pamës për veten e tyre, dhe ironikisht Gjakova që lindi prijës, nga pas lufta u thos nga njerëz mijop, me vetëm një përjashtim të vogël të rastishëm që kishim zonin Mimoza Kusari Lila. Prandaj, fatin e humbur politik të Gjakovës do ta kompenzojmë me rilindjen, me fatin e rilindur qytetar. Dhe mamia e kësaj rilindje e qytetare do jetë lëvizja vetëvendosje. Sepse Gjakova nuk mund të jetë qytet i mundësive të humbura, por qytet i mundësive të realizuara. E për realizimin e tyre, Gjakova duhet të qeveriset drejt, duhet të zhvillohet me rend, duhet të përfaqësohet dinjitetshëm dhe duhet të ndërtohet përsëmbari. Sepse toka e Gjakovës brenda vetes ka shumë plagë, por njëkohësisht edhe krenari,
për të lënë për të udhëhequr nga njerëz që thash janë larg pamës veç për veten, ama janë shumë larg shkurt pamës për vendin. Njerëz që mendojnë vendin e tyre përmes vetes së tyre dhe jo veten e tyre përmes vendit të tyre. Njerëz që nuk pyesin se ku o vendi, por pyesin se ku mbeti vetja e tyre. E fati i mirë politik ka filluar të buzëqesh Gjakovës prej 14 shkurtit viti 2021, kur për herë të parë lëvizja vetëvendosje erdhi si e vetme në pushtet. Prej atëherë, Gjakova gëzonte tërë vëmendjen politike të lëvizjes vetëvendosje. Prandaj në Gjakov, prej atëherë kemi investime strategjike me rëndësi kombëtare. Hekurudhën që përmendi kryeministri, që lidh strategjikisht edhe me simbolikë kombëtare edhe Kosovën edhe Shqipërinë, investimet milionëshe në aeroportin ushtarak, poligonin më të madh Ballkan prej 45 hektarësh në Babajt Bokës dhe tash edhe fabrikën e municionit dhe të dronëve civile ushtarak. Ndërkohë që prej 14 shkurtit të vitit 2021, kur lëvizja vetëvendosje erdhi në pushtetin qendror, Gjakovës filloi të buzëqesh fati, prej 9 nëntorit të këtij viti, Gjakovës do të filloj të pri fati, sepse si që do zakoni, kur fati fillimisht të buzëqesh, më pastaj ai edhe të pri. Por të nderuar qytetar, të pranosh fatin nuk do të thotë të presësh. Ne kemi thënien e lashtë dhe të bukur shqiptare se vetëm të guximshmëve u prin fati. Fati i këtij populli ka qenë liria, ajo është ditë. Mirë po, ajo nuk ka ardhur pa u përpjek vetë ne. Pra, çfarë bëm? Guxuam, të rrokim armët përballë një armiku jashtëzakonisht superior çfarë ka qenë dikur, e tash dita ditës po bëhet gjithnjë më i vogël. Çlirimi i veriut të Kosovës nga bandat kriminale të Serbisë nuk erdh vetë. Ajo është ditë që do çlirohet, për shkak se është pjesë e shenjtë e këtij vendi. Mirë po, këtij çlirimi mirëpriu kryeministri Kurti, i cili pati guximin Këtij çlirimi i priu kryeministri Kurti, që pati guximin të njëjtësoj veprimin e tij politik me çlirimin e veriut si fat i pashmangshëm për çdo zullum që kputet vetëm kur trashet. Pra, është si një valloj amor fati, kur ti veprimin tënd personal në këtë rast politik e sinkronizon me fatin që është i pashmangshëm, por përpjekja është e nevojshme e madje e domosdoshme për të konkretizuar rezultatin. E tash, të nderuar qytetar, këto dy shembuj i përmenda vetëm për të arsyetuar ose për të shpjeguar teorinë e fatit. Tash, ndryshimi në mendësinë qeverisëse në Gjakovën tonë, edhe pse normalisht komplet i ndryshëm, qoftë nga përmbajtja, qoftë nga forma që përmendëm më lart, do të vjen. Ky ndryshim ju garantoj që do të vjen. Ai është fati i këtij qyteti, është fati i kësaj komune, është fati i këtyre qytetarëve, por neve këtë çfarë do të na duhet për të sinkronizuar me këtë fat, është që me dalë të dielën me 9 nëntor edhe me votu numrin 105 lëvizjen vetëvendosje. Sepse kështu dhe vetëm kështu ne mund të njëjtësohemi, të sinkronizohemi me fatin e ndryshimit politik e qytetar të Gjakovës. Për sa i përket programit, prap nuk dua të merremi, ne gjatë tërë kohës e kemi shpalos në mënyrë të vazhdueshme, edhe në për debateve televizive që nga njerë na është dashur me marrë kohë edhe me i godit dhe me i shpalos defektet tepër të thella të modelit qeverisës të Gjakovës, por ndërkohë edhe në komunikim me qytetar, edhe me publikimet që po i bëjmë përmes internetit, po e qartësojmë, po e kristalizojmë vizionin ton për Gjakovën, gjithmonë me misionin fisnik që Gjakovën ta vendosin në binaret e zhvillimit.
Kështu që më lejoni që të bëj një kalim për të ndarë me ju një ngjarje që mu fort më ka prek dhe mendoj që mund ta përdorim si analogji për të shpjeguar realitetin politik, sidomos në Gjakovë. Ka një rrëfim për njërën prej betejave të shumta të luftës civile në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë viteve 1861-1865, një pastor ose oficer e pyet Abraham Lincoln, presidentin e asaj bote, a është Zoti me ne, president? Lincoln ju përgjigj me urtësinë e tij, ashtu sikur se na rrëfehet edhe në letërsi në fakt, por edhe në histori. Ai përgjigj: unë nuk jam aq i shqetësuar nëse Zoti është me ne, sa jam i shqetësuar që ne të jemi me Zotin. Në këtë garë, kur gjitha partit, ose thënë më sakt, shumë më sakt, të gjitha udhëheqësit e partive janë bashkuar kundër lëvizjes vetëvendosje dhe kundër kandidaturës sime, shumë kush po pyet, a janë qytetarët me ne? Me fjalë tjera, a do të na votojnë? E unë gjashëm po ju them, nuk është as më rëndësi nëse qytetarët janë me ne, rëndësi ka që ne të jemi me qytetarët. Nga se ditëve të sodit në Gjakovë të jesh me qytetarët nuk është të lehtë. Do thotë të vijesh në mbrojtje të vërtetës, drejtësisë, barazisë dhe të shërbesh zhvillimit dhe mirëqenies. Do të thotë të mos pajtohesh me zhgënjimin, do të thotë të mos pajtohesh me defetizmin, do të thosh të mbash gjallë idenë se politika mund të jetë shërbim e jo tregti, mund të jetë dashuri për vendin e jo pazar për veten. Ka momente në histori kur përballja politike te ka lënë kufit të partive dhe shndrohet në përballje morale e qytetarëve. E ajo që po ndodh sot në Gjakovë nuk është një përballje mes partive, por një përballje mes të vjetrës që nuk dëshiron të largohet dhe të rres që po lind me shumë mund, me ndershmëri e me besim. Në këto ditë të fundit të fushatës, Gjakova po përjeton pikërisht një moment të tillë. Udhëheqësit e partive u bën bashk, jo për një ide, jo për një të ardhme, por vetëm për një qëllim, që ta ndalin ndryshimin, atë ndryshim, i cili sot na shfaqet sa domosdoshmëri politike, aq edhe pashmangshmëri qytetare. Sot forca SRS po përballet me bashkimin e të vjetrës. Ata u bashkuan, jo sepse i bashkon dashuria për Gjakovën, por dashuria për pushtetin. Pra, ata janë bashkuar për pushtet, ne jemi bashkuar për drejtësi. Ata janë bashkuar për interesa, ne jemi bashkuar për ideal. Ata janë bashkuar nga frika, ne jemi bashkuar nga shpresa. Ideali, drejtësia dhe shpresa më nëntor përballen me pushtetin, interesat dhe frikën. Faleminderit. Për t'ju kthyer Lincolnit në këtë betejë elektorale të Gjakovës, unë besoj me gjithë shpirt
se ne jemi me qytetarët. Të gjithë qytetarët e Gjakovës, pa dallim, madje edhe pa dallime partijake, shohin tek ne, pra televizja vetëvendosje, mishërimin e të drejtës, dinjitetit dhe të vërtetës. Ata kanë kuptuar se ne nuk kërkojmë pasuri për vete, por mirëqenie për qytetin tonë. Ne nuk ndërtojmë pushtet mbi frikë, por qeverisje me mirëbesim, se ne nuk duam qytet pa shpirt. Ne duam qytet të pastër, të drejtë, të zhvilluar dhe për të gjithë. Prandaj po ju them dhe po ju drejtohem me bindjen time më të thellë. Gjakova më nuk është ajo e djeshmja, ajo është zgjuar. E ndijen se po vjen një kohë e re, kohë e dinjitetit, e drejtësisë, e përbashkimit. Prandaj, let mos na fiksoj bashkimi i tyre, let na frymëzoj bashkimi ynë, let mos na trondit zhurma atyre, por të na forcoj maturia jonë. Po ju lutem secilit, këtu që jeni në sallë dhe gjithë ata që po na përcjellin përmes medjave, të mos e nënvlerësojnë fuqinë tonë, fuqinë e qytetit, fuqinë e qytetarëve, të mos na turbullohet mendja nga propaganda e rast financuar financiare, e të mos të ndohemi këto ditë nga ata që Gjakovën e ka ta ndesën si mos me keq. Ju them që për këto ditë e orë të mbetura, të mos ndalemi se kontaktuar i secilin familjar, shok e shoqe, mik e mike, brenda e jashtë Gjakovës, që të na bashkohet të dielën për të votuar numrin 105, numrin i cili na garanton që të fitojmë bashk, që të kemi sukses bashk, të qeverisim bashk, të punojmë bashk dhe të përparojmë bashk. Jo dua Gjakovë, faleminderit qytetar.